S'ka ma qeveri Kurti 3, ama mundet me pas qeveri Konjufca 1. Glauku sot është propozu nga vetëvendosja për mandatar të qeverisë së re. Tash presidenti Vjosa Osmani duhet me mandatu për kryeministër Konjufcën. Përtej kësaj, pyetja që duhet më ushtru është pse Kurti e propozoi Konjufcën për mandatar. E para punës, Glauku është aktivisti numër 2 i vetëvendosjes. Pas Albinit, Glauku është njeriu më i popularizuar në vetëvendosje. E dyta, Glauku është më i pranueshëm se sa Kurti jashtë vetëvendosjes. Respektohet gjithsesi nga 3 partitë opozitare, për dallim nga Kurti, Konjufca nuk nxitu rretjen e madhe të opozitës. Në këtë pikë ka lënë Konjufca Kurtit, sepse është figurë më përbashkuese. Për shembull, PDK-ja i ka vlerësuar disa lëvizje të Glaukut për fshirë vizitën për kryeshënështë te familja e Hashmethaqit me rastin e vdekjes së babait të ish-presidentit. Disa herë është përgëzuar për votat kundër disa nismave të qeverisë Kurti 2. Glauku është disi babaxhan, njëri që nuk ngjall emocione negative. Nuk është fut shumë në debate polarizuese, me shumë gjaz Glauku po përton me debatu në mënyrë të zjarrt. Është bën një farë tipi presidencial. Në vitet e fundit Glauku e ka luajtur një rol balancues. Opozita ka më të lehtë ta ndrojë qëndrimin duke votuar Konjufcën. Në fund të fundit opozita mundet më u krenu që ka detyruar Kurtin mos me qenë më kryeministër. Do të ishte një fitore simbolike për PDK-n, LDK-n, AK-n e nismën. Përmes këtij propozimi Kurti ja ka shtrit dorën e bashkëpunimit opozitës. Normalisht një bashkëpunim të kushtzuar kohor dhe tematik. Qeveria Konjufca do të ishte qeveri tranzitore, e përkohshme, që do të mundësonte të votojë buxheti dhe plani rritjes së BE-s. Absolutisht qeveria Konjufca do të ishte jetë shkurtër, nga se zgjedhjet në prill të vitit të ardhshëm, kur Osmani s'ka dhënë mandati, duken të pashmangshme. Krejt këto zhvillime, opozita po i quan manovër politike të Kurtit për me ble kohë. Ky është shpjegimi kryesor i opozitës sot, pra që Kurti po dëshiron që zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme me ra në fund të dhjetorit kur diaspora është për pushime në Kosovë. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë opozita tash e ka në dorë me shkatërru krejt këtë plan të Kurtit, duke votuar qeverinë Konjufca. Duke votuar qeverinë Konjufca, opozita mbërrin një fitore simbolike, duke pamundsuar zgjedhjen Kurtit si kryeministër dhe i shtyn zgjedhjet deri në prill. Nëse Osmani mandaton Konjufcën, atëherë topi është e opozita.